Me quajne arben meta de gjamnjezet e trevjet, që toj në një kytet të mesem pak 6 kufijgjve të Shkodres. Kaj eshte një nga ata vende ku arketarit e dikani I lagjes, e di se qfare marke driterësh blen, ku të njajtat familje kanë ezoteruar të njajtat shtëpiper, breza të tëre dheku, absolutisht asgje I habitshme nuk duket se ndodhën në ngjehere. Kendra e kytetit përbehet nga ndërtesa gurit av gjetra kë kanë kendruar ati ke para se une të linja, disa gjeltore ke sherbejnë mengjes nesi do ore këtë duash, dhe ngjelume kë gjarperon në mes të gjithskaji, kryesisht I pavene re, përveç në gje personi të rastesishem, ke provon faten me nje kalam peshkimi. Une e kam kaluar gjithe eksistencën time këtu, përveç një periude të shkurter në universitetin lokal ku studiova diçka lidhur me menaksimin, me gjithe se nuk e përfundova kur reprogramin. Këto dite gjam I punësuar në një kender shpërndar gjegje në periferinë industrial të kytetit, duke menaksuar inventarin për një operacion logistik. Puna nuk eshte tamam frimezuese të transportosh kontajnere kartoni nga një vend në tjetrin, të perdoresh pagjisje skanimi, here pas here të ngasesh makinerite në diteve isanërisht të mira, por mbulon shpenzimet e mia. Pagesa mujore per garsonieren tim, karburanti per benzin tim të vjeter ke ka pareditime të mira, dhe mjaftueshem sa mbetet per pikej dhe pije me shoket e minembrem gjete funjaves në lokalin e lagjes. Gjeta imen gjek një model të parashikwe shem, të drejt per drejtet dhe të pa komplikuar. Andon gjeherei kap vetën duke petur vetën nese kjo rutine, eshte gjithë qka ke eksiston, tesh duke levizur në përte në gjashtat levizje dite, pas dite derisa diçka të detirogen gjen ndryshim. Por transformimi nuk vjen lehte në një komunitet si ki. Nuk gjam saktesisht dikush ke ka pasur shume sukses kur behet vgjale per maredheni romantike. Lidja ime me e fundit serioze ishte gjate viteve të gjimnazit, dhe gjithçka ke atëhere ka kenen gjësiri takimeshte rastesishme ke kurre nuk u zhvilluan në diçka kuptim plote. Supozoj se nuk gjam veçanërisht ekstrovert nga natera, me nje gjatesi të mire, por I hole me floke të zinjë të çrregullt dhe kete tendense per të analizuar gjithçka deri në vdekje. Miku im genti, I cilin dante njëjtin orar turni në kendren e shpendar gjejes, vazhdimisht me korton për kashentimin ndaj takimeve. Arben o vlla, do të përfundosh krejtësisht, vetem nese nuk ben me shume përpjekje, me thoshte ai, duke me renesh patules ndërsa dilnim nga puna në fund të turnit ton. Genti eshte në telbe kunderta I menes do menyre, I zhurm shemde I sigurt në vetë per here I shokeruar nga ndonjë grua. Disa gjave me pare, ai organizojnë një takim të pangjohur per mua me dike të kuajtur Aniza. Ajo eshte absolutisht e persosur per tipin tënd, kem benguli ai me besim, njezet e divjesi, e punasuar në njezajre në kendren e biznesit, e bukur sa ska. Thjesht shkote a gjukafenegja në pedonale, qfareke per ta hambur, une pranova kryesisht per ta bere atete pushonte se me bezdisuri per. Këthe me gjithes du të pranuj se një pjese e imgjan dihej vertet kurioze. Kishin kaluar muajke kur kisha biseduar me diketeri gjashtem gjedisit tim të punes. Takimi ishte caktuar per ne oren shtatete mbremgjes se njete e nështegje. I kalova oret para duke vene në disim zgjedhjen tim të veshjes, duke u vendosur per një kemishet e thjeshte me kopsat e pantalonaksins, dhe duke praktikuar filimet e mundshme bisedash para paskire se banjes. Per shëndetje, une gjam arbeni, gezohem këtë takoj. Pa frimezim, por e sinkerte, në gjashte e gjizme, une kisha mberitur tashme në lokalin e kafese, nje vendi kuajtur libratën kafeja, nje vendi vogel mik prites me mure te brendshme me tullate ekspozuara, rafte te mbushura me libra, te perdurur dhe arumen e telle te kokërave te kafese, se sa pobluar kjo e përshkon tek gjithçka. Muzike e buteks hazi dilte nga altoparlante te fshehur, dhe disa kliente te shpërndarezinin hapesiren, dikush kë punonte në një kompjuter portativ, një cift I moshuar që ndante një paste,
Une porosita kafe të zeze pa asnjë shtese dhe zgjodha një tavolinet e pozicionuar pranë dritares e madhe përpara me komun të vezgogja ndrisimin e rrugës që shfaqej gradualisht ndërsa drita e ditës zbehej. Pellembet e mia ishin të lagura nga gjersa nervoze. Vazhdimisht në ksirja telefonin tim duke rileksuar mesazhin e gentit. Mos e prish, shoku. Anisa javlen mundimi, minutat zvarriteshin me një ngadale si torturuese, shtate pa një qerek, dëgjete minuta para ores. E konsumova kafen time në glenjka te e vogla, duke u përpjekur të mos dukesha as tepër i etur, as tepër i shketesuar. Ki eshte momenti kur ajo ju afrua tavolinës sime, një grua që duke të ishte në film të 30-tave, duke mbajtur një pjetë në ksete në një rendore me një cante le kure të vjeteruar të varur në shpatull. Ajo kishte floke geshtenje të mbledur pas në një regullim të shkushdesur, si blu intensive kë mbanin një shendje lodjegje, dhe kishte veshur një shakete të thjeshte të zeze mbi një kemishete bardhe të paster. E varur në kafen e saj ishte një karte identiteti ku shkruhej Valbona Koci, Spitali Rajonal i Shkodrës. Ajo undal per një moment, duke pare karigen izbrazet per bale me. Me falni, gjeni vetem këtu, pjeti ajo, zeri i saj per silte ngrotesi, por ruan të nje silesi të drejt per drejte me gjurme të nje teksi verior. A do të ju bezdiste shume nese ulesha me ju, sa po mbarova tunin dhe nuk gjamende gati tek të hem nenje apartament bosh. Unera ke palat i zene plotesisht ne befasi. Ajo definitivisht nuk ishte personi ke supozohet e takoja, por diçka ne pranine sa gjendihe qarmatosese ne një menyre të papritur. E sigurt ne vetvete pa asnje, gjurme agresiviteti. Po sigurisht, u përgjigja une duke bere me shenje drejt kariges. Në fakt po pres dike, por po ndihu e lire te ulesh. Ajo u ul në karige, duke vendosur filsanin e saj në si përfaken e tavolines me një tingull te bute, e vleresoj këte, dite e veshtire në pune. Recepcioni i spitalit eshte i pameshishem, as një moment pushim. Ju kenia te pamgjen, sikur po prisni per një takim apo diçka të ngjashme. Takimi i pare me këte person. Une kesha lehte, duke ferkuar pjesën e pasme të kafes si me në një gjest nervoz. Po një takimi panjohur, një mike organizoj të gjiten, nuk e kam provuar këte per një kohë të gjate, kështu që ndoshta po e mbi analizoj s'do detaj. Ajo buzekeshi sinkerisht, logike kryon të ruda rrethsyve të saj. Takimet e panjohura gjane absolutisht me të keki gjatë, embajmen karte të fundit timin, gjali erdhi me vonese, kaloi gjithë kohen duke diskutuar per ishte dashurene tej, une jam Valbona, me ke rafgjala, arben u përgjigja une, duke izgjatur doren per një shtrengim të shkurter. Shtrengimi i saj ishte, i forte dhe i sigurt. Ne filluam të flisnim dhe bisedar rjedi me një lehtesi befasuese. Ajo përshkroj pozicionin i saj në spital, duke me naksur paciente të furishem, duke u më bitur në letra administrative, rastin e here pas shershem, në ngrohte sues kur dikush me rate lagme pozitiv. Shteplotesisht raskapiteze, pranoi ajo, duke përzir pijen e saj pamengje, por me mban të lidhur me realitetin, me kugjton se gjeta leviz shpesht dhe nuk duhet të shperdorojme. Une pohova me koke në mire kuptim. Duke u hapur disi, mund të kuptoj aten gjengje. Puna ime nuk eshte as pak e krahasueshme me tendën. Vetem operacione magazin, duke levizur kuti gjate gjite ditez. Më mbulon faturate mia, por ndon gjehere pergjetoj kete në gjezitete e keniti. Bërt lukuar ne nje si kel pafund. Sikur, a eshte kjo vërtet gicka kveka, Valbona u perkul pak perpara, si te e saq lidheshin drejt per drejt me te mita, te gjite e pergjetojne atë njësi në një moment, une kalova një divorç rreth 6 muaj me para. Besogja se gjite gjetaj me ishte e vendosur dhe e sigurt. Pronesisht të pje, martese te gjita e të pate pritura, rezulton se planet kanë një mënyre per të ndryshuar në mënyre dramatike. Tani jam vetem une që përpikim të përkaktoj se çfarë e vision me pas.
por të pakten kafeja ne kete lokal eshte shkelkier, sinceriteti i saj me habiti, por krygjoj nje atmosferi rehatje. Unë ndava me shume informacion se sa kisha menduar fillimisht, natyren per seriteset e turneve të mia të punjes. Se si genti me inkurajonte per herete, per ka fogja gjetan me plotesisht. Ma gje edhe një anekdotet e turpshme per kohen kur gati, rezova një paletet e tere pagjizjesh elektronike sepse menja. Ime po endej ne per fantazi per te dhe ne dore hek gjen dhe per te u detuar ne per te gjithë vendin. Valbona keshi, një tingull i verte te kövinte nga tele në gjoksin e saj di beri kë personi ke punonte pas banakut të hit të një veshtrim në drejtimin tone. Kështu eshte absolutisht keshara ke ta ajgjo me zbavice, duhet ta dokumentosh atë pervoje. Tingelon si kapitulli i pare i një romani të shkelkir aventurash. Ne vazhduam shkembimin tone, minutat zhdukeshin pa u venere. Kontrollova ekranin e telefonit tim. 7:15 jete. Gjë mesazh nga Anisa u shfak. Trafiku jeshte i të mershem. Me vjen kek perkete, do te jem atje per 20 minuta. Çuditërisht, nuk unë gjeva i bezdisur nga vonesa. Per kundrazi, unë gjeva mirenjo hes per kohen shtese me valbonen. Ajo zoteron të kete silesi të dekgjimit të vertete, duke perthit hurme të vertete atë këtosha dhe duke e trajtuar si kur të kishti rendesi. Gjosi shkembimet si perfekesore kjo zakonisht, kisha me gjemte në pjune. Rreth ores 7:20, Valbona hodhi një veshtrim ne oren e sash të dores. Ndoshta duhet të teletek të heshte takimi jit. Nuk dua të nderhigj dhe të krygjoj një përshtypje të keket e pare. Ajo u ngrit duke mbledhur çanten e saj. Ishte vërtet kena kesi të flisja me ti arben. Suksese me gjithë çka. Po edhe ti thashe une duke e parit teksa e këti drejt banakut per te kërkuar një rimbushqe. Ndersa ajo largo hegj nga tavolina, kuptova se nuk isha njëre kak i relaksuar dhe rehat per një kohet te per tek gjate. Mbremgja sapo kishte filluar, por diçka tashme ndi hegj tel besisht ndryshe, sikur kisha rene aksidentalisht ne i bisedën e gabuar, por disi kisha gjetur saktesisht atë te i duhurin. Pastaj dera u hap me një zilet e vogel dhe hiri Anisa, me floke bjonde të stiluar në menyre perfekt, me një buzekeshje të ndryqme, duke u dukur saktesisht siç e kishte përshkruar genti. Arben tiri ajo, duke bere me dore në drejtimin tim, unë u ngrita per ta përshëndetur siç duhet, por mendimet e mia ishin ende pjeserisht ta përkëndruara të gruagja në banak, ke porosiste me shume kafe. Nuk e kisha absolutisht ideni se kjo nga terese do të transformonte telbesisht gjithçka. Ndërsa Anisa vinte drejt tavolines, unë sforkoja atë ke shpresoja se ishte një buzekeshje mikpritese dhe u ngrita nga vendim. Haj, ti duhet të jesh Anisa, thashe unë, duke i ofruar dorën time në përshëndetje. Ajo e kapi atë shkurtimisht, shtrengimi i saj i lehtë dhe disi ish përkendruar para se të reshkiste në karigën per balemejë. Duke e parenga afer, ajo përputaj në mënyrë perfekte me përshkrimin e gentit, tërhekese me floke të gjate bjonde të mbledhur lartë, një shperndargje kukesh ne per hunda, dhe veshje të zakonshme kë suggeronin relaksim fungjave. Por si te e saj menjahere u hodhen të telefoni i saj, sikur pagjisja te ishte disi e shkrire me dorin e saj. Me vjen ke gja me vonese, ta gjo pangritur koken nga qfare duke po shfletonte. Trafiku ishte absolutisht i qmëndur, ke pritur gjate, gjo vesanerisht gjate, u përgjigja une, duke u ullur per seri në vendin tim. Une mberrita me heret se që duhej, dashiron diçka per të pire. Kafe gjaketu e shtem gjaft e miri. Ajo hodhi një veshtrim të shkurter në tabelen e menuse. Jo gjam mire në fakt. Mora një makiate gjate rruges. Pra, genti me tote se punon në një lojë magazine. Kjo tingelon disi interesante. Une pohova me koke, duke u përpjekur të mbagja vrulin e bisedes. Po, eshte një pune e kendrueshme. Jo saktesisht karriera ime e endrave apo diçka e tille. Por paguan faturat siç duhet, po ti. Ai përmendi diçka rret të gjeke punon në marketing. Anisa u gjallerua disi nga këgjo teme. Opo, unë mere me përmbajtjen e mediave sociale për një agjensit e vogel në kender të kytetit. Është vërtet argëtuese. Shume evente promovuese,
punë me influencues, e gjithë a gjo skine. Ne postojmë vazhdimisht për tendencat aktuale, e di, si për shembull tani tek gjithë gjane plotësisht të fiksuar me këtë filter të ri në Instagram, a gjon kësori për seri telefonin e saj, duke shfakur një video të shkërtër të një sfajde, kërcimi virale këme sa duket po pushton të mediat sociale. Unë kesha me mireshjelje, me gjithesën di hejdisi e sforkuar dhe artificiale. Sa bukur tashe Unë nuk angazhohem shumë me platformat e mediave sociale, gjam me shumë tip kësho filma e seriale, të pelkejnë e filmat. Ajo ngriti supet, gishti i sagji mad e ndërreshkis të vazhdimisht në per ekran, ndon gjehere, pashe ate komedine e romantike javene kaluar, cili ishte tituli per seri, o po ajo me aktorin nga ajo seria me superheronj, ishte e lezeqme, por mjafte parashikueshme, prit një sekundi, sa po mora një mesazh nga puna. Ajo shtipi me furi per rreth 1 minute, fytyra e saj e ndricuar nga shkelkimi i ekranit. Unë u ula agje duke pire kafene tim tashme të evaket, duke pare peret brendesine e lokalit. Muzika kësas kishte kaluar ne diçka mete e butet dhe mete e kete dhe punon gjesi pas banakut pofshinte si perfaket. Si te e mi undalen të Valbona ende e pozicionuar në zonën e banakut, duke biseduar me personin ke punon te atje, ndërsa priste per rimbushgjen e saj. Ajo kapi veshtrimin tim dhe ofruin gje pohim të lehte me koke, buzete saj formuan një buzekesh gje inkurajuese, sikur të mund të ndjente disi se kitakim nuk po ek të mire. Unë i buzekesha per seri, duke përgjetuar një njësi të cudit shmelektesimi. Anisa me ne fund e vendosi telefonin e saj në si per faken e tavolines. Me vjen kek per atende aprergje. Shefat, apo gjo, si do kofte, të fare ben zakonisht per argetim në kete zoni. Ki kytet eshte pak i merzit shem sinkerisht. Unë mendova per një e moment, me pelken të bejsh eqe kur kushtet e motit janë të favorshme. Kanë gjeshteg prane lumit ke zakonisht eshte mjaft i kete dhe pakesor, ose tjeshte kaloj, kohe me mikta, duke pire nja birë ose di. As geve sa nerisht e eger apo e qmendur. Festa krisisht, tha ajo, sida i sajun dritsua me entuziazem. Mikte e mide une frekuentoj me klubet e kytetit në mbrembjet e fungjavez. Kerçim pigje, imban gjerat emocionuese dhe argetuese. Duhet të vishme në ndon gjehere, ajo kontrolloj oren e saj, në fakt, mund të takohem me të me vënisonte, në folem pak me shume ose me sakte, unë bera pjeqe dhe ajo dha pergjiggjete, shkurtran dersa telefoni i saj, gumergjinte me njofti me qdu disa minuta. Kur përmenda interesin tim për kinemane artistike, veçanërisht ato filmat e kete, dramatike për gjetën e njerëzve të zakonshëm, ajo pohoj me koke në mënyre të pakarte. Tingjellom mjaft e tele. Unë preferoj filmat aksion. Shpertime dhe gjithë ato gjera emocionuese. Një qëtër mesazh erdhi dhe ajo keshi me qfaredo ke u shfak një ekranin e saj. Njeva shke po gjenkez gjerohe mes nesh, sikur po perpi keshim të komunikonim ne gjuhe kreштesisht të ndryshme. Nuk ishte domos doshmerisht fagji i saj si person. Ajo duke mjaft e kendshme, thjesht gjo e pranishme menderisht në bisedën tone. Pasi kishin kaluar rreth 20 minuta, Anisa e la telefonin e saj poshte me një pësheretime të degjueshme. Degjo, arben ti dukesh si një personi mire deg gjithçka, po nuk mendoj se po lidhemi vërtet ketu, pa ofendime apo gjo. Genti ka kellime të mira por po. Shpresoj se gjo eshte në rregull me ti. Unë e leshova një frime që nuk e kisha kuptuar se po e mbagja. Po plotësisht në rregull, asnjë hatërmbetje. Faleminderit që bere për pjekjen të vigje gjithsesi. Ajo unë ngrit, duke hedhur çantën e saj mbi shpatull në një lëvizje të praktikuar. Kushdesu për vetën, dhe ashtu siç erdi, ajo u largua, zilja e deres tingëlloj pas saj. Unë u ula agje per një moment të gjatë, duke pare filksanin tim të izbrazet të kafese në tavoline. Takimi kishte që ne një deshtimi plote, por cuditerisht, nuk unë gjevaj zgengjer për kete, per kundrazi. Teksoj se sa e rallën dihe në të vertet e një biseda e sinkërte, si shkembimi që sapo kisha përgjetuar me Valbonin. Unë e hoda një veshtrim drejt zonës se banakut. Ajo ishte kthirë në tavolinën e saj tani, duke pire kafeni e saj të fresket ndërsa shfleton të një reviste.
Para se të mund të mendoja shumë vendimin, naksora telefonin tim dhe I shkruan gja mesazh numrit ku e me kishtë dhe në me heret kur kishim shkembjer kontaktet. Falemindrit për bisedën sonte, e beri periuden e pritjes në gjeshem me te mire. Per gjigja e saq erdhi po tu ajse men gjahere, kur do here, nëse ke nevoje ta e qesh per ta hekur një takim zgëngjes, gja me disponueshme per shokeri, una e pashe ekranin, nje buze keshe e vogel u formua në fytyrën time, një pjese e imgjadon të te, këte hej brenda men gjahere dhe te pranon të ofertan e saq pikarishta të here, por ne vend të kesa e futa telefonin e kshep dhe dolan e atmosferën e fresket të embremjes, dritat e rrugës hidnin hiqe të zgjaturan e per trotuar, ndërsa e që drajt benzit tim në parking, nuk mund të hik gjakete në gjengje se në të kishte shkuar saktësisht gabim, për disin e mënyre perfekte në të njajten kohe. Kur mberi ta në shtepin e garsonierën tim të kete, duke u rezuar në divan me televizorin kë zhurmonte pa kuptim në sfond, unë të shme po pjesha vetën nese dute dhe gjogja per seri prej saj, nuk e kisha absolutisht ide nese, a I shkembimi thjeshtë mesazhesh ishte fillimi I diçka gje kë nuk e kisha parashikuar kurre. Të ne sermen në mëngjes, u zgjova me mesazhin e Valbones ende në mendimet e mia. Nëse ke nevoje te e qesh per te hekur një takim zgëngjes, gja me disponueshme per shokeri, ishte e drejt per drejte, por gjo agresive, duke perputur në mënyrej perfekte personalitetin I saj. Une e pashe telefonin, tim per ret gjete minuta para se ti. Kompozoja një per gjigje, po parku prane spitalit nesër pasi të mbaroje turni yt, per gjigja e saj erdhi shpajt, tingjelon absolutisht perfekte, ora pese funksionon. Unë mberita per seri heret, një model shelje gjekue me sa duket nuk mund të tjegja, parku ishte nje hapesire e gjelber modeste e vendosur për spitalit rajonal, të shkodres me shtik gjegjarperu e se të veshura me dushke, ke hidhnin gjetet, e tiret e vjeshtes në nuansat, I se kukes dhe të florinsta. Stola ishin vendosur në intervale per gjate skagjeve, dhe disa vrapues kalonin periodikisht, fryma e tyre e dukshme në atmosferën e fresket. Une esh gja disi nervozisht, duart të zhitura në kshepa, duke pjetur vetën nese ki ishte nje vendim I arsheshem. I të fare saktësisht po begja ketu, duke takuar nje grua ke, e kisha hasur tesht rastësisht, dikush me e made dhe me pervogje, dikush ke tashme kishte kaluar me shume sfida gjete se une. Por diçka me dhe tiron të ta isha atje, lehtesja e bisedes sone e naten e kaluar. Mënyra se si agjo nuk me beri të ndihesha sikur duhej të performoja apo të shtiresha. Valbona mberit I saktësisht ne oren pese, ende e veshur me uniformen e saj të punes në një saketet e lete, floket I saj të leshuar tani dhe kë I rethonin fytyren natyrshem. Haj, tha agjo, duke bere me dore ndersa afrohej. Gezohem kë erdhe vertet, dite e gjate në pune, pjeta une ndersa I eka kra per krah dhe filam të eknim në nje nga shtigjet. Po poras gje e paza konte, u pergjigja une, po e gjoqa. A gjop sheret ju, me gjithheze me nje buzekeshe, ka o si zakon shem, paciente ke ankohen per kohen e pritjes, mjeke kële shojne urdrat e shpejte, por sinkerisht me pelken. Me mban mengen nga te menduarit e të pert per situatën time personale. Ne e qem në heshtje të rehaqme per një periude, kërcitja gjeteve në hapat tane tingulli I vetem, pasta gjopjeti per ditën time në kendren e shperndargjes, dhe une tregova një histori per një nga terres e transportikë, I kishte bere të gjite të vraponin furishem. A gjo keshi, I njajti tingull I vertete nga kafenegja, tingelon saktësisht si urgjenka I me në një të prem të mbrema, ta agjo, kauzi plote, por disi ia del mbane. Agjo që filestare vendosi modelin per ate che pasoi. Ne nuk I kwanim takime, tjesht takime të rastesishme, këndo dninje os dihere në gjave, në varesi të orarit të saj të pynes. Ndon gjehere mernim kafe per tapire gjashte dhe shetisnim per serin e per park, duke vesh guardielin kë zbriste pas vigjes se pëmive. Here te qera, kur binte shi, u leshim në benzin tim në parkingun e spitalit, ngrohesja gumezin të ndersa dek gjonim një liste kengesh me muzike alternativ kë kisha kryuar, artiste me muzike te nga dalte dhe meditative,
Kjo te përshtatet në mënyre perfekte, komentoi ajo një herë, duke u mbështetur në sediljen e pasagjerit. E këte, por me thellësi. Gradualisht, pjesë, ne u hapem me njëri tjetrin. Një mbrëmje ndërsa ishim ullur në një stol me pamzhenga një pelgi vogël, Valbona diskutoi për divorcin e saj. Emri i tij ishte Danieli, ta ajo duke pare si për fakën e ugjit. As ishte mjek në spital. Kështu u takuam fillimisht. Ne funksiononim mire në fillim, por detyrimet profesionale moren persi për gjithçka. Ai vinte vone në shtëpi. Unë tashme isha në gjume. Bisedat u shënderuan në koordinim orareve, përfundimisht në thjesht u larguam, as një konfrontimi mad, as një tradhti. Thjesht kuptuam se nuk ishim me te investuar në te, në nënshkruam letrat ligjore 6 muaj me pare. Ishte pakesore në një fare mënyre, por lakete zbrazeti. E di, si kur të pjesesh vetën kush gjam unë pa atë rutinet e vendosur, unë dëgjova me vëmendje, duke pohuar me koke në mire kuptim. Kjo rezonoi të hele me përvogjat e mia. Prinderit e mi u ndane kur isha 10 vjeç, pranova une. Baba ju transferua për puna në një qytet tjetër. Mama gjame rriti vetem, por ishte për here, e zene duke me nakshuar di punen e kohesisht. U mesovata isha vetem, por kjo me berite frike sohesha nga formimi i lidhjeve të ngushta. Sikur të me braktisin e dhe ata. Valbona u këtje nga une, si të esaj të butene driten kësbehej. Kjo është vërtet e vështire për të mbajtur, por nuk gje i vetmi kë e përgjeton atë frikë. Pas Danielit mendova se kjo ishte mbarova me marrë dhe njetë. Por të flas me ti keshtu është vërtet bukur, pa presion apo pritshmëri. Ato detajët e vogla gradualisht ndërtuan besimin mes nesh. Vurare se ajo e porosiste gjithmonë e makiaton e sajme kumesht bajëmesh dhe shmang të shekerin. Më keshtu ke heren qëter, më berrita me njete përgatitur tashme. Ti u kushton vëmendje detajeve, da ajo e befasuar, por kartesisht e kena kur. Ajo pjeste si gjëvertet sot, gjo si një bisede e vogel si përfakesore, por si kur don të vertet për gjigjen e sinkërte. Dhe une i tregoja për njeton vesanerisht, të veshtire ose në gjengjen e të kenit i blokuar në punen time apo e dëgjera të parendesish me si gjegja i darkesimin atene i kaluar. Ajo menga smon të butisisht gjithashtu. Të jeton me një ritem me te nga daltës e shumika e njerëzve të moshe stande, thoshti ajo me një buze keshgje. As një feste e shfrenuar, nuk në gjek qëdo grua të disponuesh me nekitet, unë në kesha. Jo, festat nuk gjane vertet për mua, dhe te në gjëkesh në rez, preferoj të egzhesh dike kë këndron vertet. Përveç kësaj, ti me ben të ndihem me i pjekur në një mënyre pozitiv. Një pestit me shi ishim pozicionuar per seri në benzin tim, fshireset e kshami leviznin ritmikisht parambrapa. Valbona shikonte nga dritarja me i kete se zakonisht. Ishte një dite muajin i kaluar, ta ajo butesisht, kur gati dashedore hekgjen nga pozicioni im. Një pacient i moshuar nderroj gjeta. As një anetar i familjes i pranishem. Me prekutel, me kuqtoj sa e izoluar unë gjeva pas divorcit, u ktheva në shtëpi dhe thjesht kava. Pjeta vetën nese kjo është e ardhmja i me përpara, nuk dia çfarë fjalesh du të ndihmonin, kështu ke u zgjatët he i ka përbutësisht duren, thjesht duke mbajtur, as një fjale ke shilli, as një përpjekje për të rregulluar diçka. Ajo shtrengoj për seri, gështat e sejq të ngrote kunder të mive. Kur me pa, syte i sejq ishin me shkelkim nga lagështja, por miren gjohes. Faleminderit për shperiti ajo. Kjo nuk u përpoke të regulogje gjithçka, thjesht ishi i pranishem këtu, në rame dakord ate mbremje për një parim të melor. As një etikete apo per kufizim, as një nëksitim per asgje, le te gjemi thjesht të sinkërte me njeri qetrin ta she une. Kjo mjafton per tani, ndërsa gjavet per paronin, vura rendrishim këndodnin. Mbremgjet e mia nuk ndiheshin me kak të zbrazeta dhe boshe. E kapgja veten duke buzekeshur gjatë turneve të punës, duke menduar per eksgentonet e ardhshme se bashku. Valbona filloi të keshte me lirshem dhe me hapur sajte e sa gjhambinin ates kash të lodhur ke kishin pasur.
Ajo me dërgonte mesazhet e rastësishme, një histori ke shareke pacienti ose një rekomandim kenge që I kushtonte mua. Dhe une ndihesha vërtet I pare për herët e pare në vit. A ishte kjo dashuri që zhvillohej, apo mikesi, apo diçka tjetër krejtësisht, nuk isha I sigurt. Gjithçka që digja me besim ishte se ajo po behej dikush që absolutisht nuk dogja ta humbisgja. Ndërsa përfundonim një shëtitje në park, gjetet vorbulonin rreth nesh në ere, pjeta vetën nese edhe ajo e ndjente, kete lidhje në rritje mes nesh. Takimet tona ishin zhvilluar në një rutinë që e prisja me padurim, por ndërsa moti u be me I ftohte, duke hyrë në territorin e fillimit të dimrit, gjërat filluan të ndiheshin thelbësisht ndryshe. Gjetet kishin rënë tek gjitha deri në atë pike, duke I lënë shtigjet e parkut të zveshura të kërcitëse në kembe nga brima e akumuluar. Nxemremgje, pas një turni veçanërisht, të gjatene magazine ku kisha kaluar oret e tëra duke shkarkuar paleta transporti të ngrira, telefoni Im gumexhitime një mesazh nga Valbona. Dite e veshtire ketu, du të ecim bashke për ta hekur, nuk hezitova as për një moment, po vaj me njëhere, e takova gjashte hirjes se spitalit, dritat e rrugës hidnin njëshkelkim te bute në sipër faken e trotuarit, ajo duke që ras kapitur, kshaketa e saj e mbilur plotësisht deri në mëgjeker, duart të futura të lene sepa. Faleminderit kërdhe ta ajo, duke e kur prane me zhendersa shkonim drejt parkuten gjohur. Ajri ishte imprehtet he I fresket, frima gjone e dukshme si rete vogla që shpërndaheshin. Ne nuk biseduam shumë fillimisht, thjesht e kem, heshtja e rehatshme dhe natyrale, I therë vetëm nga gjurma e larget e trafikut, pas nje kohete konsiderueshme ajo te u heshtjen, andihesh ndon gjehere sikur po e rinder ton veten pëgjese pjese, fragment pas fragmenti pjeti ajo, zeri saji ule de meditues, sikur pasi gjithçka shembet de bie, timbetesh duke kërkuar për çfarë duke kam betur. Une pohova me koke, duke pare token nën kembet e mia. Vazhdimisht, duke u rritur, pas ndargjes se prinderve temi, unë gjeva sikur duhej të rindertoja gjithçka vetëm dhe I izoluar. Tani me tine jetën time, ishte sikur nuk po e besh me vetëm, por po ishte e frikshme. Po gjikur gjithçka të shkermoket per seri, ajo ndaloj se e kuri pa pritur, duke u këtir per ta me pare drejt per drejt. Kjo ishte saktësisht ajo ke me mban zgjuar edhe mua nati. Pas Danielit, mendova se kisha mbaruar me rindertimin e gjetës sim, por të flas me ti, të ndaj këto momentet e vogla se bashku, me ben të dua të provoj per seri. Unë thjesht nuk e dine se jam gati që kjo të nënkuptoje me shumë semikasi. Ne rifilluam shëtitjen tone, por atmosfera ndihej disime e rende. Ndërsa arritem në Skaxhin, e larget të zones se parkut, rëta erreta umblodhen siper dhe piket e para të shut filluan të binin. Fantastike murmurita une, duke pare peret. Neng situan drejt një strukturë të vogël gazebo shati prane, catia e se ciles ofronte strehim të mjaftueshem. Shiu u intensifikua shpesht, duke trokitur ne sipërfaqen metalike siper nesh, si njeri tem kembengules dauleje. Ne këndruam afer njeri qetrit supet pothuajse prekeshin, duke pare shiun që turbulonte boten për te strehe sone. Valbona u drid lehte, dhe pamenduar, hoka kshaketen time dhe ia hodhambi supe, gja, tashe une, tike me ftohte se une tani, ajon ngriti si te nga une, si te e saj blu kërkonin të mite ne driten izbeti. Aben, mendoj se po filoj të kemen gjenja perti per te mikesise. Me frikeson shume, por nuk dua të ndaloj kete, çfarë do kofte këgjo që po ndertojmi. Zemra I meriti fort në gjoks, e kisha ngjere edhe une duke u ndertuar në ngadale gjate eqeve dhe bisedave tona. Por ta dhe gjojate të artikulonte, e beria te padishim të vërtete, une I kepa doren, duke ngjere eftotezine e gishtave te sa gjkunder pelembes sime. Ndihem saktesisht njësoj, pranova une. E te une kam pasur frike, por le te mos naksitoj me askje. Mund të le me te ndode natyrshem dhe organikisht, apo jo. Për presion apo pritshmeri. Ajo pohoj me koke, duke u afruar me shume deri sa krahet tane u ferkuan. Ne nuk u putem ne atë moment. Nuk ishte koha e duhur për kete. Nëvën të kesaj,
Në të shkendru atje, duhet të lidhura së bashku, shiu në mbeshtilte në botën tonë të vogël të izoluar. Koka e sagju mbeshtet letën e shpatulen tim dhe perherete pareneate që ndihej një përjetësi në gjeva një sigurite këte. Kjo nuk ishte thjesht kalim kohe se bashkurastësisht, ishte diçka që I vlente vërtet të mbajë fort. Disa dite me vone, pas një turni që tërë të vone për te, Valbona me ftoi në apartamentin e saj për herë të pari. Asgjë e holesishme apo e bujshme me shkroi hajgju. Vetëm pika dhe një film nëse gjë I interesuar. Apartamenti I saj ndodhej në një ndjartësi të ketën e kender të qytetit, një hapesire e vogël me një dhome gjumi me ndrisim të ngrohtë, rafte librash të mbushura me romane të xhanreve të ndryshme, dhe një divan I rehatshëm I mbushur me batanie të buta. Ndihej I gjetuar dhe personal, ndryshe nga vendi im I rale me mobiljet e tiqte pa përshtatshme. Ndërsa hira brenda, era I biskotave të sapo pjekura me goditi me njëherë. I kishte bere nga një persirgje kutije, refeuagjo me një të keshur. Ne u rehatuam në divan me feta pizze me speka, duke shfletuar opsionet e shërbimeve të transmetimit derisa gjetem një film të vjetër artistik për dite huaj ke gjejnë lidhje në një qytet të vogël. Në gjysmë të filmit vura një fotografi të kornizuar në tavolinën anesore. Valbona dhe një bure me krahet rreth njeri qetrit, duke buzekeshur në një plazh. Danieli kuptova me njëherë, ajo me kapi duke I pare. Nuk I kam hekur ende, ta ajo këtësisht duke ndalur filmin. Gjo sepse jam ende e dashuruar me te apo diçka të tille. As është thjesht një kushtese I asaj që isha gjatë asaj periudhe. Kam frikë se nëse I hek plotësisht, du të harroj se ajo pjesë I gjithësime ekzistonte. Unë e lëshim gjatën time, duke u këtir për të pare plotësisht. Nuk e nevoje të shpjegosh apo të justifikohesh. E kuptoj plotësisht, të gjitem bajne pjesët e se kaluare së tyre. Nuk dua këti të fshehesh ato nga une, dua të kuptoj të gjiten edhe pjesët e tjera apo të demtuara. Si te sa gjo mbushen me lot të ajo u perkull per para, duke mbështetur butësisht ballin e sajnë timin, ti me bente dua të filloj nga e para plotësisht arben. Sikur, të gjetoj vërtet jetë perseri neven këtë thjesht të ekzistoj. Mendova se kjo ishte zhdukur per gjithmone pas divorcit. Une e tërhoka atë në një perkafim të bute, duke ngjere drigjen e sajtë lehte ndesa disa loti shpetuan. Ti nuk gje e tjerë për shperita une, dhe as une nuk jam. Mund të zgjidhim kete se bashku hapas hapi. Ajo u tërhok, duke fshire si të mengjeta keshur të vogel. Shiko mua, duke u bere kak emocionale dhe sentimentale, por falemindrit kjo meshe, vërtet meshe. Ate nate, ndërsa filmi luhej në sfond, ne folem deri në oret e vona për frikerat dhe endrat, dhe qfare mund të silte I ardamgja. Kuptova ate here se nuk me pelkente vetem Valbona si person, doja të isha atje për te në ditet e mirat he ato të veshtira. Nera me dakor të mernim nga dale dhe me ketesi, por te di e dinim telbesisht se kishim zgjedur njeri qetrin. Ndërsa u largovan nga apartamenti I saj, shiu filloj per seri ashte, njeva një ngrotesi kë nuk e kisha njohur prej vitesh. Qfare do ke të vinte me pas, ne ishim bashke në Titani. Njevit I plote kishte kaluar kje nga ajonate me shine gazebo, dhe disi gjeta ishte vendosur në njeritem kë ndihej një kohesisht I ridere haqem I njohur. Valbona dhe une kishim bere hapin e rendesishem, rreth gjashta muaj pas fillimit të lidhjes sone, duke u transferuar bashke. Nuk ishte një vendim dramatik apo madheshtur. Ne nuk morem me kira një kamion transporti apo beme një feste. Një fungjave, une thjesht fillova të transportoja kuti nga garsoniera ime dhe ajo liroj hapesire ne dolapin dhe sirtaret e saj. Vendi I saj u be, vendi une. Një apartament komod me një dhome gjumin e katin e ditete një ndërtesit e veter me tullën e kender të qytetit me dishe me druri kë kersiznin dhe lajmeronin pranin e tende. Një kuzhine e vogël këmbante e rekafejet e fresket që do mengjes, dhe një balkon I vogël me pamgje nga rruga e këte poshte.
Ne I perzim e gjerat tona pa probleme dhe pa konflikt. Disket e mia të muzikës alternative të pozicionuara pranë raftit të saj të gjeret e librave, vazoti saj me lulen e pragun e dritëris pranë koleksionit tim të filksan e të kafesit e papeshta qem, ndihej absolutisht I drejtej, sikur kishim dertuar drejt kësajt po I kuptuarës me vete digje. Të gjetuarit bashke në eksorin e pa detajët I vogla, realitetet e përditshme këna testuan, për gjithashtu forkvan lidgjen tone. Ne përgatisnim darken shumicën e mbremgjeve, përgatitjet e thjeshta si makarona me salse e kavanozi, ose sanduise me gjathet e tekër kur ishim shumë të raskapitur. Unë prisja perimet ndersa ajo perzen të tengsherën në sobe, të diskutonim ditat tona përkatese, por kishte edhe mos marrë veshgje, asgjë të madhe apo kërcenuese per marrëdhenjen. Tjesht ferkimi I pashmangshem I ndarje se hapesires, një here lashe shaketen tim të varur, embedivan per të treten dita radhazi, dhe ajo shpertu me frustrim. Arben, kjo nuk eshte do me zveshgjegje. Une u përgjigja me diçka rreth zakonit të sej për të dëgjuar podcasteme, ze të larten dersa une përpikesha të flia. Ne u grindem për disa minuta, zerat unë ngriten aksa të benin gjehonen e domen I vogel të ndengjes, por pastaj ajo pëshretinte me ze, une kërkoja falgje sinkërisht. Dhe përfundonim duke keshur per, kete mbi akulore nga ngriresi. Jemi bere, sinje, sift pleksh tashme, nga smonte ajo, dhe une I tërhikja afer duke I puthur majën e kokes me dashuri. Ato momente me kujtonin se dashuria nuk ishte per persos me rine. Ishte per të zgjedur të këndroje I përkushtuar, edhe kur rethanat beheshin të remuqme dhe të komplikuara. Me këta e mije vunere transformimin të kunie, natyrisht. Genti me zurinën një qepne barnje të premte mbrema pasi kisha anashkaluar disa takime per takene me Valbonen. Ovla të ka zene fare ta aj, duke per plasur shishen e tiste birresmetimen. Ajo eshte sa të te aponente vjet me e madeseti, që I sigur per kete situate. Pagikim nga ana ime, pora nuk të bezdis fare, a I ndryshim moshe, une ngrita supet pa u shkete suar, duke marre nje glenken nga pigja ime, gjo vërtet as edhe pak. Mosha eshte thjesht një numer o valla, me te ndihem vërtet në pake, sikur nuk kam nevoje te shtirem apo te nësitoj per asgje. Kjo vlen me shume se që do gje që terke mund të mendoj. A I ngritin gje vetul me skepticizem, por e lamen gje buze keshgje. Persa kohe ke gje I lumtur vëlla, kjo eshte gjithçka ke karendasi. Valbona u perbal me situatat e nëngjashme edhe nga ana e saj. Ajo kishte përmendur rastesisht se koleget e saj në spitale pjesnin për atë gjalin, I rime të cilin po dilte. Ata mendojnë se po përgjetojnë një krizet e moshes e mezme, keshte ajo. Duke rotulluar site ndersa u gjisnim lulet ke kishim mgjelese bashku në balkon. Tulipane dhe lulet dhe leke dillin nga tokane rritgjen e hershmete. Pranveres, por sinkërisht te kenit me ti me ben të ndihem për seri e rë, sikur nuk I kam humbur të gjitha gjerat e rëndësishme. Ngjej mbremgje në fund të marsit, ndersa ditet filuan të zgjateshin dhe agjri u ngro aksat e uleshe gjashte pangrire, ne ishim bashkë ne atë balkon. Dieli po përendonte gradualisht, duke pikturuar kjelin në nuankat të buta roze dhe portokalli, dhe rruga poshtë gumezinte me ngjërez ke ktheheshin në shtepi nga vendet e tire të punjes. Ne kishim bere saj bimor, kamomil kë ishte logji I saji preferuar, dhe u ulem kraperkra në kariget prej hekurit e farketuar, kembet tonate mbeshtetura në parmak. Tritati kytetit po ndizeshin nje nga njesi jegje këz gjoheshin gradualisht. Valbona mbeshteti koken ne shpatulen tim, dore saq gjeti timen natir shem, e di, ta ajo butesisht dhe me mendim, nëse dikush do te me pjeste se qfari eshte lumturia me te vërtete, une do te thosha se eshte te takosh personin I gabuar në kohen e duhur, në vendin e duhur. Une I shtrengova butesisht doren, duke në gjere ngrotesin e kë me përshkonte, dhe per mua eshte të gjemplotesisht vetvetja pranetegje, pa logjera apo shtirgje, pa pritshmëri reale, thjesht në duke kene autentike. Ne u ulem ashtu për një kohë të gjate, ca gjiftohej në filksanet tane, botas behej në të retnesh.
asnjë deklarate e madhe dashurie të përgjithshme, asnjë unaze apo propozim formal, thjesht siguria e këtë se kishim gjetur diçka vërtetë dhe kuptim plotë. Drita i apartamentit tonë shkelken të pasnesh, duke hedhur një formi drejt këndor, të ngrohtën e disemene e balkonit. Dhe në atë moment, gjithçka ndihej plotë dhe etere. Ne e kishim ndërtuar këtë gjete së bashku me kujdes dhe këllimisht. Një ekçi në një kohë, një bisede në një kohë, një netë meshi në një kohë. Dhe persa kohë që kishim njëri tjetrin, kjo ishte absolutisht gjithçka kena nevojitej. Mi kwajne arben meta dhe gjam 23 vjet, që toj në një qytet të mesëm pak